Alhamdulillahi alladhi akramana bil iman wa azzana bil islam wa ja'alana min ummati Muhammedin alayhi salatu wassalam. Falënderimet takojnë Allahut që na nderoi me iman, na ngriti me islam dhe na bëri për ummetin e Muhamedit alayhi salam. Sot jena vazhdimsi me serinë e rrëfimeve të surës Kehf. E ngjarja sot më është për një prej më të interesante dhe më të bukura që përmend Allahu xhallahu në Kur'an. Ngjarja e Musës alayhi salam bashkë me djaloshin edhe me Khidrin alayhi salam. Allahu xhallahu e fillon këtë tregim me thotë: "Wa qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma al-bahrayn aw amdi huquba." Musa alayhis salam ka thënë djaloshit, i cili është Yusha bin Nun, që u ka me të skomunal për këtij rrugtimit derisa të mri vend takimin mes dy detëve ose edhe nëse më kalon shumë kohë. E pse urdhëri të kjo fjalë Musa alayhis salam? Sebepin e kësaj që me nisë kjo ngjarje e përmend edhe Imam Buhariu rahmetullahi alayhi në disa vende në Sahihun e tina. Përmend Said ibn Jubairi, një prej tabiinëve të mëj, pi më të mëjve, edhe ka qenë zënësi i Ibn Abbasit radhiyallahu anhu. Një ditë u dal në Medinë dhe shku me nguni ders tek Naufel Bikali. Kur shku atë, e kanë ato të fol për Musa alayhis salam, edhe ka thënë Musa dhe Khidri që përmenden në Kur'an nuk është Musa pejgamberi, por tjetër Musa. Edhe mas jeni këto çuditet se s'ka një më herët, por nuk gutet me përgënjeshtru. E taj me shku të mësuesi vet. Jo me thonë kur s'pas nani hera po që një piteje gabim me kia, taj me shku me veti për Abbasin. Po çka bën hesh një herë? Edhe këtu ka mësim të madh, na jep mësim të madh këtu se që në farsjellje. Domthon ka shumë sa ne ka njëri që nuk i dinë, nuk i kanë, po ju më gut me një herë me përgënjeshtru. Më gut me përgënjeshtru është gabim. Që ta ka hadithe sahiha që s'ka në koleksionet e para, shembull, as ka në koleksionet 6, as të Imam Buhariu, as të Muslimi, as të Tirmidhiu, as të Davudi kështu me radhë, ka që në më vonë. Domthon vjen dikush që nuk i ka lexuar këto, thotë kurs pas ndonjë për këtë hadith. Fjala e tij nuk i merret, me thonë Imam Ahmedi s'kum një për këtë hadith, çfarë do të më çuditë, më nal ka dal. Amo këta që janë kanë më të vogël ndije, këta thonë që ç'to. Domthon pas ndonjë korrë dhe që në krah kështu, subhanallahu ç'as ka tash, thotë. E kjo është e gabume. Po Said ibn Jubairi nuk e bën këtë gabim. Po hesht, po ngon, edhe shkon te Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, edhe i thotë çështoj çu ka thon. Thotë gabim e ka. Gabim e ka, thotë ngjarja është më ndryshe. Thotë u çuni ditë Musa alayhis salam pejgamberi ligjërues tek Benu Israilt. Edhe ja ka nisë me mojt wadh, këshill, nasihat, domthon, ju ders ndërtimit, po ders për ahiretin, për ditën e gjykimit të kësaj radhe. Edhe ty ful aty në ata janë ndiku shumë, janë emocionu. Edhe si e ka po që janë emocionu, e ka rrit ndikimin që ka dashur, është nal. Edhe këtu kam mësim prej Musa alayhis salam që shpesh njerëzit, domthon, kur janë për derse ose kështu më radh, mos më zgat. Domthon, çat moment që mrrihet çaja që kërkohet, më një herë më nal. Jo më janis tash më bë bajat, domthon, esenca e tyre çka është? Me pas një ndikim prej saj, me pas një efekt ky dersi tek ta. Fjala është domosdoshmë për derset që kanë të bëjnë me ditën e gjykimit. Domethënë, wadh, kur vjen çka fjala të na i thonë vajzë me mojt, është esenca një herë javë me mojt. Jo me mojt më shpesh. Pse? Çështja ka vepruar dhe Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu. Edhe thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ka qenë pejgamberi selam. Nuk do i kemi na ngarkuar, nuk moj ke ders më shumë se që më thon 2-3 herë në javë. Pse ka thonë këtë fjalë se or dikush një djalë dhe i ka thonë fardersit mirë për namaz bra ana mos çdo ditë. I ka thonë ma yamnuni dhalik illa makhafatan an yumillakum. Ka thonë sumnal kurgjë prej saj, veç frika që po i bëhet bajat. Edhe ta e përmend se thotë kom pejgamberi selam që namaz që ka herë ders, e ka herë nuk namaz që veç për shkak që mos më na mërzit. Para minuta tash sa mundet më të bëj bajat dersi pejgamberi selam. S'ka pas fjalë më të mira, fjalë më të ëmbël, edhe pat se pejgamberi selam nuk i ka ngarku. Nuk i kanë ngarku për te asaj që dohet për ta. Edhe vazhdon transmetimi, masi që ndikuan ata, shkon i burr me vetë Musa alayhis salam dhe i thot: "Nëse ti shky njëri që çfarë dersna dhe akoma dishëm se ti." Se parano, nëse dikush është më dishëm se ti, paranoj çka mundet të fol fjalë të mira. Edhe tash Musa alayhis salam nuk e thot për më masis, po për asaj që ka ditë, thot: "Unë jam më dishmi." Edhe Allah xhelala ka çortu për këtë fjalë. Ka çortu për këtë fjalë. Pse? Se s'ka thonë kë Allahu a'lam, ayu nasi a'lam. Allah di më së miri kush është më i mëshmi për njerëzve.
O dosh me atribut dijen Allah xhallahu ala. Që të është një farë gabimi i shprehje që e bëjmë na si shqiptarë zakonisht, po ata që kanë mundësi me përmirësu dohet thojnë Allahu alem. Allahu alem e thonë gabim, se i bën Allah është flamur. Po do të thonë Allahu a'lam, Allah është më i dijshmi. Me hamze këtu në fillim edhe bëhet Allahu a'lam, Allah është më i dijshmi. Edhe çështë është forma saktë. Po nëse njëri ka herë e thotë si fjalë nuk ka problem për shkak se njëti është i mirë inshallah. Edhe Musa e Saum Allah xhalala i thotë është një rob joni, i cili të këna jep dije që ti s'e ki, edhe ai gjendet tek ky veni, domthonë mes dy detë. Çohet Musa e Saum, edhe më një herë thotë çysh me gjetë njëri. Kamera çysh me shku, apo sheni kush është Musa e Saum, pejgamber për ulë lazmit, për njerëzve më dishëm, se dija tina nuk vjen me nxënje dijes, me shku me mësu me lexu, dija ti vjen për shpallës Allahut, edhe petsa plot çysh me shku me mësu te ky. Që ata shpesh herë janë disa njerëz, edhe disa vezvese shejtanit që thojnë pse po mësoni jo, tash te ke kry, ç'a do ti hoq si të bë, mjafton ç'a ke ditë, nuk i nevojë më fillu më shumë. Nëse çdo dikush më nal për dijes, i shkon Musa e Selam. Pa sa pet nuk nal. E merr djaloshën e vetë edhe i nisën rrugtimin e tyre, edhe shkojnë për të këvani. Para kësaj është si mesela shembull, a lejohet me thonë njëri unë jam më i dijshëm ose me tregu që ka dije se kështu me radhë. Dietarët thonë që edhe nëse është i bindur dikush që është më i dijshëm, s'ka më dijshëm se ai, nuk bën me thonë unë jam më i dijshëm. Edhe nëse është i bindur. Përveç se ka raste të caktuara kur lejohet me kallëzu njerëzve që din, për shembull se ata nuk njohin që është filani hoxh ose ka dije për një fushë caktuar që ata kanë nevojë, atë lejohet me thonë që unë këto e di. Jo me burrje, por me njoftu. E tjetër është që Sufjan Thauri e përmend, thotë mos i shkon frika e asaj që marrë me vetë do më pi dijes, s'kishim pas shef kërkush me na njoft. Ama për shkak se është e rëndësia ajo që kena kry për ta, do të me ditë kush jena na. Për çata, domthonë është e preferuar domthonë hoxha me kon më i veçantë njerëz, më i respektuar, jo për shkak se ai si person, por për shkak dijes që ka. Se thotë Abu Darda radhiyallahu anhu thotë Innama al-ulama warathatul anbiya, thotë dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Pse se pejgamberët nuk kanë lënë as pasuri, as dinar, as dirham për kalon dijen. Që ata dietarë kanë marrë më shumë të pisaj. Edhe meritojnë të marrë respekti më të madh si trashëgimtar pejgamberëve. Që ata dhe Said ibn Musayyib rahimahullah ka thënë Saluni falaqad kittu hatta turiktu an nasit, thotë vetëm një mu se çfarë shumë më neglizhu për njerëzve sa që ja kom nis me harru dhe me sjellë që i di. Ata kanë nevojë për mua. Domthon çfarë brengë ka pas për njerëzit që mos më hub dije që ka se aty ne duhet. Edhe Musa e Saum nisën me këtë djaloshën, edhe i thotë një herë, thotë subhanallahu far fjale. Wa qala al-Musa li fatahu la abrah. I thotë s'kena monal hiç. Kena vendosur këtë rrugtimi me shku, hiç s'kena monal. Derisa të mrina vend takimin tonë mes dy ditëve ose derisa të kalojna shumë kohë këtë farudhe. Domthonë, nëse e mrina me kom çat farvene s'kena monal hiç. A është më asaj bote po, s'ka monal hiç. Edhe nisën udhën e tyne, nisën për tek Hidri alayhis salam. Tu shku udhës shumë sene interesante ose habetshme. Ta shkosh ky vend ka dietarë ndryshëm që ka thënë, dikush ka thënë është tek Gjiblatari, ka tek Gjiblartari, do kanë thonë te kanali Suez, kështu më radh, po nuk ka rëndësi shumë kjo, se me ka rëndësi kish përmend Allah xhelala, po veç ngjarja edhe dobit e saj. Kur shkojnë ato thotë falamma balagha majma bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fi al-bahri saraba. Kur kam rrit tek veni mes dy deteve, se këta janë urdhënuar me marr me veti një peshk, me një çantën e tyre, do kanë thonë që kanë peshk i pjekur, do kanë thonë që peshk domon thuj se ngordhur. Kur në shku ato, Jusha Benune ka pasur detyrë me marrë me veti peshkë me majtë. Si kam rritë e deti, këta janë pështet pak me pushu, edhe ka pik një ujë për i detit në peshkë. Ka kësy peshku në deti, unë në gjallë dhe ka kësy në deti, ka leviz, por nuk ka leviz për që asaj hapsirë që është caktu. S'ka shku as për parë, as për mazë, veç që atë vend ka leviz. Edhe Jusha Benune ka pa këtë farë ngjarje interesant. Edhe ka thonë, masi pështet një mënyrë me pushu Musa e Saum, s'pe thiri kur quhet i kallëzoj. Edhe
Kur qut Musa sa energjik, më herë thotë quajtë kena me ecë tash, kena rrugtimin përpara. Edhe ky djali harron. Harron i ka thënë Musa sa që në ra peshku. E pse i ka thonë me marr peshku në veti? Edhe ka thonë Allah xhalala kur ti hu peshku, çato keni me taku Khidrin. Më jepni mësim të madh që për me mri ushqimin e trunit, smenës, do të me lanë ushqimin e barkut. Do më ti çapo sakrifikon, i ka thonë sakrifiko peshkun për me të ardhur Khidri asan. Që ta shpesh herë njerëzit do të me sakrifiku shumë prej kohës tyne, shumë prej mundit, shumë prej lodhjes, kështu me radhë për me marrë diçka prej dijes. Se dija shumë e shtrenjtë, shumë lart e ka të gradën. Që ta Ali radhiyallahu thotë kefale ilmi sharafen an yad'ihi man la yuhsinu. Mjafton për dijen krenari edhe dignitet që edhe çata që se kanë, më thonë që e ki i vjen mirë. Shembull, më thoni xhahilit, ti ko ke dishëm, ai nuk thot po më ofendon. Thot faleminderit shumë, në lërsaj, ama më thon për tjera se në sta merr për mirë. Për shkak se vlerën e madhe ka dia. Men arada raha, taraka raha. Kush e don rahatin, do të më lën rahatin. Kush e don dijen, do të më lën niku ushqimin e barkut e këgjë do çefe për më rrija thon. Edhe thot Allah Jalla falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Mos e kanë kalu këtë vendin që ju dash mu taku. I thot Musa sa djalosh i thot ana çato ushqim se për më tash e na lodh shumë. Për më shumë kanë ecë, edhe plus kanë pushu. Tash ti nis pak rrugës, nuk kanë kalu shumë. Më një herë janë lodh. Kjo është për mirësisë Allahut ndaj tyne, që mos më shku më larg. Më ju ka thënë që e keni kaluar vendin ku dash më taku. Tamam që dosi ka thonë këtë fjalë, Musa e selam, edhe që nësa modest, pejgamberi Allahut, pi thotë ti djalosh të hajde hajna buk bashk. Ju hani çatje, na bëjmë çto secili për vetë, ja. Hajde na bashk hajna, shim. Si e thotë që fjali kujtohet ju, është thotë kom harru thotë me të kallzu që na ka rrop peshku. Thotë Allah xhalala قال أرأيت إذا وإنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Thot o Musa, thot atë kujtohet që kem të pushu çatje? Thot po, ta i shkëmbi. Thot çatje, thot u hora peshku. E thot e shejtani më ka shti me harru. Kum harru me të kallzu krejt që më ka hora peshku. Edhe thot e ka marr peshkut lëvizjen e çuditshme thot. Në fal lëvizje çuditshme ka bë. Edhe mos e nik këto Musa, sa më thot hiç mos anin. Para se më hungur bukën kon. Po apet e ka harru me hungur buk. Domthon gojla modh me mësu, më herë kalon bukën. Hajde as nisum shkojnë atje ku kem më herët. Shkojnë atje se çati është mësimi i un. Përshëni që thot Khidri alayhis salam thot shejtani më ka shtim harru. Pse se shejtani ka rënë njërin e shtim harru do sene që për dobinë e tina. Çata është e preferuar me bë dhikr ose me fal namaz kështu me radhë. O shkon njëri te Abu Hanifa rahimahullah dhe ka thonë e kuloni pasuri dikon po s'diko. Dikon e kom gropus, po e kom harru vënë. Edhe thotë Abu Hanifa thot ngom. Çun natën me fal namaz edhe me lin Allah të kom të kujtu. U çon pjesën e tretë natës, ta më nohin tek bin fillestar. I ka kujtu ku i kalon parët. Edhe shumë i ka dhu Abu Hanifës, i ka thonë çështë më ka ndodhur. Edhe i thot, po pse bile si faqe komplet që ato namazin? Si shen falënderimi. Si u hin tek biri ka kujtu ku i kalon parë, që ata është e preferuar me njëri me bë dhikr, me bë namaz kështu më radh. Sa i përket salavatit nuk ka diçka të saktë pe pejgamberin sa. Do thonë bëni salavat nuk është të saktë. Po e rëndësishme është me bë diçka që Allah e kënaq. Pse se shejtani më me të ndal pi asoj më të rëndësishmes, domethënë se ti fiton kështu sevap. Ai s'ka çaf me ndal njëri me fitu sevap, e ti kujton të sene që më pak rëndësi. Çata ka kujtuar edhe këtina. Masane, domone ka shtin herë mulo, po kur ja ka nis më or dobia, më herë ka kujtu. E tjetra tek ish dit shejtani iblisi alayhi la'na që për shembull Yusuf alayhis salam bat kush bat pe pejgamberve, kur se kishte ata vllazin e vet me myt fillim. E pas ditë që bat që bat pejgamberi Allah tek shmëral, i kishte thonë lënë mos e ngusni, le të rrenë çasaj deka mahalla, mos provohet domthon se është provu ka pas mundësi me ronë zina, ka dalë fitimtar, është provuar me pushtet e këtë për radhë. Këto e kanë bërë Yusuf alayhis salam të madh. Çata shejtani me pas ditë tardhmën për disa njerëz, nuk i kish gut kurr. Po, elhamdulillah që nuk e din ai tardhmën, po e din me Allah xhelala. Edhe vazhdon tregimi thot qala dhalika ma kunna nabgh
fartadda ala atharihima qasasa. Edhe I thot Musa alayhis salam, çati kena më shku. Te çat vend, çati kena më taku me kët burrën e mirë. Edhe kthehen kat dal kët gjurmë kanë kanë. Mos më hu pas një hap. Mos më huq rrugës hiç, se tash pamnu. Nga detit atje ka vend ndryshme ku mundet me kanë takimi. Kur shkojnë te çaj vendi që ka më herët, e shohin një burr I pështjellën me tesha gjelbërta, me mbulujt gjelbërt. Edhe thonë në të vend ku kanë ullën, ku kanë para saj, ku kanë këtë thotë, bardh. Edhe kur shkojnë atë afër, I thonë Assalamu alaikum, I thotë Musa alayhis, edhe kthehet ky burr e hekat mbulesën pe gojës, edhe thotë a kanë që tokë në njëri që kthen selama? A kanë tokë do mund të jep dikush tjetër selam? Edhe thotë kush je ti? Thotë je Musa I Banu Israilve. I thotë Musa pejgamberi? Thotë po. Edhe fillojnë këta llafin e tyne. Edhe thotë Musa alayhis qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Shikon e sjellin Musa alayhis. I thotë a muna me të pasu ty? A ka mundësi me të pasu ty që me marrë me mësu prej teje, prej dijes që ke marrë prej Allah Gjellala, prej dijes drejt që ki. Nuk për thot, atë vi me ty me mësu, po a ka mundësi unë me marrë me ty, që taj masane me mësu, pilen zgjedhje në mënyrë, mund është më thonë po, mund është më thonë jo. Shpesher do njerëz thotë, po du me mësu unë që të shkronja, mund është atë shpja bojna, dhe mon e krymë është jepun. Pa mënëne, Musa alayhis është më I madh se Khidri. Se për Khidrin ka mos pajtim është pejgamber, është njeri mirë, është evlia, është më radh. Po si do kuft apet në tën është më mirë Musa alayhis. Edhe nëse është evlia, është më mirë Musa. Edhe nëse është pejgamber, është më mirë Musa. Musa alayhis është për ulul azmin që përmendëm, për 5 më të mëdhve. Edhe apet po shkon po bëhet modest, për thot a ka mundësi unë marr me mësu me ty. Çata njeri sa më shumë që është modest, më shumë ulët. Sikurse kallint. Sa më të plot që janë, më përullin, ata kallin që s'kan kurgjë, mrena rrin drejt. Abdullah ibn Mubariku, rahimullah, djetari madh, I kanë thonë, kur kanë po që shkën për dhe ligjerata që si më kanë të elitarë, dhe më një kanë më të ullëta, I ka thonë, pëse po shkën këtu, a ka nëjë ders pak më privat, nëjë seminar më ndryshe, thotë jo, në shkoj këtu se lale lë kelimet e letifije në gjeti, lem të kali, thotë se nashta gjatë fjallë që këmë shtin gjenet, halesë këmë ni, nuk përbuzi kur gjë pi dijes. Në vakia të ata që në matëri mësaj, të ajë si në kështë I famë shumë mësaj, e kështë më rrallë. Edhe thotë Allah Gjellala, të regon që a thëtë është Khidri këti. Ta është e tutje mo, nuk përmenet Jusha bin Nuni. Kër janë nisi këta dy me balaf, aj një familje është duke për dialogut. Ka disa që ka thonë, u këthy aj, ka thonë Musa alayhis, këtheu tashtë, mas e gjitha Khidrin, shkën shpe. I thëtë, kale, inneke lan tastati'a ma'iya sabra. I thëtë, Khidri, ti s'munësh me pas me mu durim. Pse s'munësh me pas durim? Se unë të një aty, I familje, unë e di që ti je pejgamberi I Allahut. Edhe pejgambert nuk mundën me duru kur e shohin një të keq që të ndodh. Edhe tash ti kemi pa do sene që ndukshme në ty në të këqija, edhe ti s'kemi mujt me duru, edhe apet kemi pas problem gjatë udhës. Edhe I thët, fe kejfe të sbiru ala me lem të hit bihi khubra, thët e qysh mundesh me pas durim për diçka që nuk e din, se tash si të shati kime pyt. Edhe Musa alayhis salam thot, qale se të gjidruni insha Allah sabiran, o la a'si laka amra. Thot, inshallah, me lejnë Allah të kimu më gjithë mu durimtarë. Edhe s'ku me ta këthy fjallën. Edhe marrin këta rujtimin e ty, dhe thot, thënë talaka hatta idha rakiba fi safinati kharaqaha. Këta dy, gjatë udhës, që të shojnë anije. Edhe ata djemë të anijes e njohin Khidrin alayhis salam, edhe I thojnë, hajdeni me hyp, dhe ma në kam pas këtë anije si taksi, dhe ma në përmiqit pi njënës anë tjetër detit. Edhe kër hypin atë anije, me njëherë Khidri alayhis salam janë njës me prish. Janë njës me një sopat, me prish, me qelë, edhe janë njës me hija të ujtë. Qale e kharaqtaha li tughriqa ahleha, laqad jitta shay'an imra. Thot qysh I ka dojnë me fundos njerëz të saj, me të vërtet I ka bën një punë të keqe. Kështu në brengën Musa alayhis salam, edhe pse këta dytë në njën, edhe këta mundën mu fundos, nuk po thot po do me na myt, po dën mi myt ata tjerë. Gojla tina tek tjerë, është se na s'ka lidhje. Çto pejgamberi Allah, këti kanë pas gojlën tek tjerë.
çto pejgamberi sa kur ka shkuar Taif, çto pejgamberi sa ku ka në Uhud, krejt ka pas gojën tjetër, ka thonë Allah fali popullin tim sa ata nuk din. Domthon, knena gjyshin me shtiz e lëndojshin fytyrë, dhe ka Allah fali popullin tim se nuk din. Çka gojën e pejgamberëve, nuk e dërgoi thot pejgamberi, nuk i na dërgoi për me ka mallkus. Po i na ardh për mi kthy njerëzit në fen Allah xhelala. Edhe i thot me një herë Khidri thot qala alam aqul innaka lan tastati' ma'i sabra. Thot a nuk thash ty, a nuk thash s'kemë pas mundësi me bë durim? I thot qala la tu'akhidhni bima nasit wala turhiqni min amri usra. Thot më fal se harrova. Për më harrova thot. Më ka dalë për mendjes që ta komohon këtë betim, këtë farë premtimi edhe i thot mos më bë të rron këtë farë rrugtimi. Mos më rënoshëm. فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال لا قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Edhe apet nisën për një tjetër rrugtim, të shku rrugës, i shojnë disa fëmijë të lujt. Edhe shkon Khidri e kap njanin, e godet edhe ai djali vdes. Edhe Musa sa më ndoran çto. Çfarë është me plot dije. I thotë çysh e ke vrarë një shpirt pa fajshëm. E ke bë për një tash një punë shumë të keqe. Punë të refuzuar, punë që s'dohet më bëj hiç. Edhe tash e nisin pak gjakat mundësi, domethënë se situata më serioze. Edhe ja kthen Khidri thotë qala alam aqul laka innaka lan tastati' ma'i sabra. Thotë a nuk thash ty që s'ke më shumë pas dorën. Stash të bëj pak më situata më serioze. Çka i thotë tash Musa sa? Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udhra. Thotë nëse të pyetin ai sa mas çesaj, mos më shoqëra. Ki drejt më thon edhe shpe. Ki drejt më thon edhe shpe, edhe që Musa sa nuk vetë për mësuesin e vet, me bë 2-3 herë skandale, 4-5 herë, 6-7 herë, 10 herë jo pa kufi. Me tretë i thot. Nëse edhe një herë më ti rrugës ton, unë rrugës teme. Këtu pejgamberi sa ka thon, sikur të kish pas dorë Musa selam me Khidrin, kish mësuar shumë prej tina. Për shkak të ngjarjeve të habitshme të mëdha që kanë ndodhur, domthonë dukshme në tyne, janë kanë këtë habitshme. Shkojnë tek ngjarja e tretë, i thot Allah xhalala fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istata'ma ahla fabaw ay yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda faqama qala law shi'ta latakhadhta alayhi ajra. Ata dy duke kalojnë kanë fshat. Kur shkojnë tek ky fshati, i gjejnë njerëz të subhanallahu shumë koprat. Kanë shkuar domthon musafir tek një vend tjetër ato trokit deri në tyne, a ka mundësi ama zaman diçka me hangër se me pi. Me hangër se me pi nuk i lypin parë. Se shpesh herë edhe ne e më ndodh, domthon njerëzit kur vinë me lyp parë kanë më dyshë herë për shkak të vakia të kesh përdorimin të kështu me radhë. Ama ushqimi s'kesh përdorur, në familje uji s'kesh përdorur, pa as çtu nuk ja japin. Ta shtato e shë Khidrin i mur gati të shem. Edhe shkërën drejq. Edhe thot Musa, bile s'pakove një pas lyp para, veten. Pse i thotë të fjalë se Musa sa po habitet këtë kundërton ashtu e pa. Domthon, në një anije, cilët po na bojnë mirë, na po bojnë keq. Masanina këta që po na bojnë neve keq, na po bojnë mirë. Dysh s'po lidhet. Në të kundërtin ato po. Edhe çata i thotë bile, më marr parët, shkojnë me hangur diçka se me pi diçka. Edhe shtash i thotë Khidri, hadha firaqu baini wa bainak. Pse e ka min Khidr? Për shkak se ku do të ul Khidri u bë gjelbrim. Khidr khadra është gjelbrim arabisht. Ku do të ul, ka njëri breçet shumë. Çdo vend që ul kanë ato u bë gjelbër. Çata do vi gjelbër të kitu kanë i mbuluar me gjelbër. Edhe i thot Khidri, hadha firaqu baini wa bainak. Sunabika bi ta'wil ma lam tasti' alayhi sabra. Thot që kjo është funi mes neve, domthon ndarja mes neve. Çta është me të kallëzuar me interpretimet e çaty në senën që s'pote dërim me ngu. Domthon s'pote dërim me prit, me thon mos me pyet, veç me kthyer edhe me analizu. Thot amma safinatu fa kanat limasakina ya'maluna fi al-bahr fa aradtu an na'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull as-safinati ghasba. Se për këtë anija u konë dhe miskina. Miskin është një gradë pak më naltë se fukara. Fukara është kur s'ka kur gjë hiq. E këta miskinat kanë diçka, do më peshene, kanë një farë taksi tyne. Apet i kanë punë të leksh, po kanë diçka tyne, së mënën mja dalë. Edhe thët, që kja një tyne, u kanë shumë e mirë, edhe shumë e bukur, edhe
kitë në rregull. Po atë vend nuk ka një fan brejti që si e ka pa një anije që është e mirë e ka marrë për veti. Tash unë e kom peshu mes dy të këshijave. A më mirë është mja bo kësajna një dëmtim, një tmet, e cila anija taj masanena apet, sa apet punën, edhe këta e ka një të ardhen, apo më javlon anijen që është të reglant që kam pos, po ja merë mbreti. Edhe kom po që ma mirë është këtyne mja dëmtu anijen, edhe këta me pos një burim të ardhena. Wa amma al-gulamu fa kana abuahu mu'minain fa khashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Se i përgjit djaloshit ka pos më bë njëri shumë i keq, thot. Ka pos më bë kriminal i madh. Kriminal edhe me njerëzit, po edhe me Allah xhelala. Me njerëzit, paranojnë tash kur të vjen për lajm i sigurt, edhe subhanallahu na shumë njerëz që i mallkojnë fëmijën e tyre, thot Zoti bre vrat, çysh më ka prun këtë ditë, domethënë u shkoi ka shit shtëpinë për bigjet dhe kështu me radhë. Domethënë njerëzit me pas ditë që zbot ky fëmijë i hajrit kurse kishin bë. Allah xhela pikallzon që shkyn ba prindët e tina kanë shumë të mirë që ti djalit, edhe për shkak që e kanë dashur shumë këtë djalin, ai djali ka pas me deviju këta. Domethënë se edhe i kish bë zullom, i kish rreje, krejt edhe këta e kishti edhe fen me ndru. E thot për çfarë kom bën këtë vepër? Për mirujt ata, edhe Allah xhalala fa radda rabbuk ay yablugha ay yubdilhuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma. Edhe Allah xhalala ka dashur që këtyne ja u çuni fëmijë tjetër më të mirë se ky, edhe që ka më kanë rahmet për ta. Wa amma al-jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al-madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihan. Asa i përket të murit, thotë kanë dy jetimave. Kanë dy jetimave. E ka dashur Allah xhelala më urujt se poshtë ty në kanë thesar. Ka dashur më urujt ata që kur të rriten me marr thesarin. Se baba i ty në kanë burr i mirë. Shikoni ç'e ka ndodhur këtyne. Dy jetima të vogël. Tash nëse ju kish fosh thesari, paranojnë çfarë katuni, domthon kopratsa njerëz që ishin myt jetimat për më marr pasurinë. Po Allah xhelala e ka bërë përmes çesaj mi dënu këta. Qysh, se ta është ta deri të rritën, kur të bënë të fëqishëm, kur të rëzohet muri, e marri thesarin, edhe thojnë ata ku tënë këto vjetë ka kanë thesari që atje se kina ditë. Të bënë këta ta është e madhkujnë ditë e natë që ju ka kaluë që si kanë ditë që në parët të të. Dënim për ta. Po dhe rahmet për këta. Pe qenë Allah xhelala, dy njerëz më të mirë të kohët, Musën edhe Khidrin alayhis salam, për me shku mja undreq murin këtyne. Për e qyshi dy njerëz po vjen për mja rujt. Pse? Wa kana abuhuma salihan, se babën e ka pas burr të mirë. Tu kur thonë dietarët tash për qëllim gjyshi 7. Po çka që kanë burr i mirë që Allah xhelala ja ka rujt komplet pasardhësit. Çata wal yakhsha alladhina law taraku min ba'dihim khalfun akhafu alayhim falyatqullah. Thot le të kenë frikë ata të cilët kanë frikë alesht që janë afër vdekjes, edhe tutën thot kush kom janë gati tash fëmijëve të mi. Gale madhe tash me makia para vdekjes i lën fëmijën e vogël kështu me radhë. Ose çysh kanë me kalu jetën, ose çka kanë me hangër çka me pi. Thot Allah ministeri përsit. Falyakhshallah, le të kenë frikë Allahun. Le të kenë frikë Allahun prindërit e tyre një herë. Se nëse këta kanë frikë Allahun, kom ja urrit pasardhësit. Çysh ja ka rujt këto. Sa i gjyshi i tyre 7 kanë shumë burr i mirë, ka kënaqur Allah xhelala që ja ka rujt edhe pasardhësit. Domthon 7 gjenerata kanë kaluar vazhdimisht kanë kurr për të mira. فأراد ربك يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. Thot Zoti ka dashur që kur të mrin këta djem moshën e pjekurisë, më dal thesari si mshir për Allah xhelala. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. Thot e këtë punë unë nuk e kam bë kryen veti, nuk e kam bë me ijtihad. Nuk e kam bë tek shyri çysh është, atë çështë. Këtë kjo është për Allah xhelala. Që to ka marrë dietar të argument që Khidri është nebi, është pejgamber. Pse se ai i cili s'është pejgamber nuk mundet me marr shpallë për Allahut, me bë çështë ose kështu. Domthon me myt një fëmijë ose me bën një vepër kështu duhet me kon veç direkt për Allahut. Jo më thon, u pa më merr mendja për ja bëjnë ashtu. Çata Khidri kur ka bë veprat që duken kon kështu, ja ka atribuar vetit, ka thon unë e bën ashtu. Ama kur kon tek puna e rahmetit ka thon Allah ka dashur që këtyne më urrit thesarin. Për shkak se mos më atribuo Allah xhelala. Mos më atribuo të keqen. El khayru kulluhu fi yadayk. Këtë mirë Allah është prej teje.
wa sharru laysa ilayk. E keqja nuk është prej teje. Ai pa lejen Allahut nuk do, po nuk i atribuohet Allahu xhalala e keqja. Si kjo puna ijtihadit, që kjo puna ijtihadit më mundu njëri me gjithë vërtetën ose me fol për fenë Allahu xhalala është shumë rrezikshme kështu. Nëse s'ka njëri dije, s'është i thirrur, nuk bën me fol për fenë Allahut pa dije. Pejgamberi sa thot për njerëz të dijes që nëse bojnë ijtihad edhe ja qillojnë, domthonë mundohen me gjithë të vërtetën, e ja qillojnë i kanë dy shpërblime. Për shkak që janë mundu edhe për shkak që ja kanë qillu. Amo nëse mundohet edhe si ja qillon, i ka një shpërblim. Për shkak se është mundu me gjithë vërtetën. Po tash ai i cili nuk ka dije, nuk është i hoxh, nuk ka lexuar hadithet Allah. Subhanallahu, njerëz që folin për vjen Allahut as 40 hadithet nuk i kanë lexuar ti me ujit. E kështu me radhë. Thotë unë nuk kam një që ka një argument për këtë farë pune, që përmendëm më herët. Ky çifti i këtyre njerëzve, kur të fol për fenë Allahut, nëse ja qillon, e ka një mëkat. Mëkatin që ka fol për fenë Allahut pa dije. Po nëse gabon, i ka dy mëkate. Mëkati i parë që ka fol për fenë Allahut pa dije, dhe mëkati i dytë që ka devijuar dikën. Qoftë Allahu xhalala, "Wa yawm al-qiyamati tara alladhina kadhabu 'ala Allahi wujuhuhum muswadda." Të ditën e gjykimit, kimë pa të cilët ata njerëz që kanë gënjeshtruar për Allahun xhalala, që kanë nënshkruar në emër të Allahut, se ai që fol për fenë Allahut kanë nënshkruar, domthonë që vlerën e dijes, pse ka kaq madhe, është për shkak se njerëzit dietarët nënshkruajnë emrin e Allahut. Domthonë në emër të Allahut, tash nëse ki gabim, shtrejt me pagu. Qysh po thot Allah xhalala ka me pagu, thot kemi pa ditën e gjykimit i kanë fytyrat e nxime. Eleysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. As ka xhenem në farvani për menimot. Pe bën Allah pyetjen që ka përgjigjen to. Çto të më pas njëri kujdes, më mirë është më thonë nuk di, çata Sufjan al-Thauri ka thonë, kishim pas shef kërkush mos më na vet për dijen që kena. Mos më na vet Allah marr atë, se kimë dal para Zotit me mu pyet për ta. Do njerëz shumë lehtë folin për të, kështu s'është gabim kjo, ka tash kjo, kështu unë s'kam një korrë kështu më radh. Kur thotë Imam Ahmedi s'kam një atëherë do të më koçit, më thonë dikush ka dalë se Imam Ahmedi se pas ka një hadith, njëri që ka ditë 2 milion hadithe. Kur thotë ai se kam një hadith, do të më uçudit, ama kur thotë s'kam një korrë, s'di që ka një argument tjetër. E thojna ka dalë se po hena një hadith që s'bën puna mirë. Se njerëzit, të përgjithëson dy njerëz nuk përfitojnë. El mutakabbir wal mustahi. Me në madhe nuk përfiton. Pse sa ajo shumë në madh me pranuar vërtetën mbi dikujt tjetër. Qysh më mësuan për tinë thotë ky është më i ri se unë ose më i vogël se unë ose deri dje jena kam bash tash ky qysh ka mësuar ky. S'mësoj për ti ose edhe dyta thotë ai i cili është i tërshëm. I vjen marrë për senet më me rëndësi me pyet. Domthon, vllaki hajde se din mirë shumë të abdesi thotë marrë tash me pyet. Të thoj njerëz që ky s'po di ka marrë abdes. S'ka në fej. Atë aspekt që të dyja kam me të pengu. Nëse njëri është më i madh, s'ka më shku përpara, po edhe nëse është shumë i tërshëm. Do të ditë me pyet, do të më ditë, qysh me parashtu pyetjen, ama nuk bën njëri me nal turpi për më mësu. Baba ki ka kalu shumë vjet, s'ka mësu Kur'an, s'ka mësu zullumon kur. Se na po shoh njerëz më të mëj, Musa alayhis salam, pejgamberi Allahut, veç një dije se ka ditë. Musa alayhis salam shumë ka ditë se Khidri. Por një dije se ka ditë për çata është ku më mësu. Edhe ka thonë korë, s'nala, hejtë s'komunal, dhe sa të gjoj. Edhe që ata, gjatë dialogut me styne, Khidri dhe Musa e Sam, e thot njëri tjetëri, thot Khidri Musës, tunajt ato vjen një zog edhe pirë pak për detit, edhe thot dija jem, edhe dija jote, dy njerëz ma dishëm, edhe kitë njerëz, dhe thot s'ka marë për dijës Allah, veç sa ka marë ujë që kë zog për detit. Ama utitu min al-ilmi illa qalila. Thot Allah, nuk ju është jep juve, kujna juve, këtë njerëzve, prej Ademi sa deri në fund, këtë juve thot nuk ju është jep i dijes vetë se pak. Nuk ka thënë Allah, ju është jep i dijes pak, po vetë se pak. Domthonë ka përjashtuar që thuaj se hiç ju është jep. Edhe pse sa pat njerëzit bën me në mendje Allah thot, ku ka arrit teknologjia, nuk kena nevojë për Zot e kështu me radhë. Dia njerëz të më i ul, shikoj ta dy pejgamber për Khidrin. Ka fjalë interesante, shumë interesante, sidomos edhe sufit me një kështu me radhë. Do thojnë është gjalla, s'është gjalla, kështu me radhë, do thojnë e kena takuar edhe kështu me radhë. Allahu alem, këto janë dobta, po ka disa sene që janë interesante. Imam Newawi o disa tjerë thojnë që gjalla është. Qysh, se ndë Israeliat dhe ka orë që Ademi a.s.
ka pas disa fëmijë, shumë fëmijë ka pas. Një prej tyre ka pas Khidrin. Edhe s'ka pas kush me varros pas Khidri. U shoh Khidri ka varros edhe ka bë para se me dek, ka bë dua dhe imam, ka thonë Allah të dhasht ymër deri ditën e gjykimit. Për shkak kësaj pune që do me bë. Ke marr përsipër me varros njërin e parë, domethënë në familjen pejgamberin e parë, nebiji i parë, njërin që Allah xhallahu ka kriju me durë të veta, ke marr përsipër këtë farë pune, edhe doja ka thonë që është pranu. Tash do tjerë ka thonë, për nëse është gjallë Khidri, ai ka taku Muhamedit sallam, se do të me taku. Domethënë, nëse ka pejgamber, Allah xhallahu në surën Ali Imran ka thonë, nëse vjen i pejgamber, ai pejgamberi ku që kanë do të më shkojmë ja besatimin tina. Edhe ata këtu kanë thonë, u kanë po shku pak më vonë, domthon kur u dek pejgamberi sa kam rri Khidri. Edhe u shkuaj ka punë balla kështu. Ka Allah interesant, po Allahu alem, më sigurt thash që Khidri ka dek. Pse se nuk e ka bëu Allah xhala kërkon këtë dynjë pa vdekshëm. Kërkon se ka bëu pa vdekshëm. Inshallah marrim mësimet që do të pikë sore. Se çdo herë kur të lexojna më mundu ka herë munala, me meditua jetën. Se çdo javë është. Këtë ders jam e kala, o ta se ka alhamdulillah shumë më mirë se kanë elaboruar kështu më radh. Pasin sa është vetëm me menu pse çdo javë përmendë çka sure, pse çto rrëfime. Edhe pse gjithmonë me djem të ri. E treta herë që po vin djalë moshat është. Musa, Khidri dhe kush? Djaloshi i tyne. Te ashabul kafe, kush kanë innhum fitya, ata kanë djalë mosha. Pse po lidhet me djalë mosha gjithmonë? Që me të kallëzor Allahu xhallahu që punë të mëdha, punë të mira do të i nisin të mëdhit, po me kënë i nisin me të rit. Nëse s'ka të rinë atë projekt, s'ka hajër ato. Se gjenerata e madhe janë gjenerata të shkuarje. E thotë Sheh Jamin i thani shumë mirë thotë puna me gjeneratat e vjetra është farë në habar. Ndërsa me gjeneratat e reja është farë në arë. Që kjo është e rëndësishme për ta është. Allah na mësof me përfitu për kësaj sure vazhdimisht. Allah shpëlbej me dëgjimin sallallahu alaihi wasallam wa baraka alayhi.